الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا عدنان وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Ta'ala falenderoj prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe salama mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij të bekuar, shokët e tij të nderuar, edhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Do të vazhdojnë edhe në këtë javë me lejen e Allahut në shpjegimin e librit Mëkatet e mëdha të Hafidh al-Dhahabiut, e që kemi folur deri me tani për dy mëkate, për shirkun edhe vrasjen, ndërsa dhe sot do të flasim për dy mëkate tjera, e që nëse njeri i bën këto dy mëkate del prej fejes, i jep fund islamit. Mëkati i parë që do të fillojmë me të, pasi do të ndjek renditjen e autorit, është sihri, magjia. Ai person që merret me magji, bën magji, është pa besimtar, është kafir, del për fesë. Allahu këtë kategoritë njerëzish e ka quajtur shejtan, walakin shayatin kafaru, dhe dinë mirë se shejtan ka bërë kufër. Cilë shejtan? Është për qëllim fjalë Allahut "Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman", dhe pasun shejtant, ajo është lajmi për ato që bën shejtant në pushtetin e Sulejmanit. Allah azza wa jalla këtë ajet flet gjatë për ta, dhe në mes tyre thotë وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Dhe nuk i mësonin ata, veçse fillimisht ju thoshin na jena fitne. Fjala për dy melekt, e mos bëni kufër, mos dini prej dinit të Allahut azza wa jalla. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Prej shejtanëve, prej melekëve që ajën orë si spëro, këta mësonin shejtan pra pasust e magjisë që t'i ndanin burrin dhe gruan, dhe të banin gjunohe tjera, të lënin pasoja tjera tek njerëzit, por nuk ka mundësi me bu kërkush dom, as do bëj për thëtë Allahu, veçse me lejen e tina. Dhe mësonin prej melekëve sihrin që nuk ju bën asnjë dobi përveç se dëm atyna. Pra kjo ajet tregon se qëllimi kryesor i sihirbazëve është prishja e familjes. Zaten kur ja arrin me prish familjen, nëpërmjet kësaj prishin edhe shoqërinë. Fëmijët të cilët janë pa përkujdesje prindërore jetojnë në një lloj, Allah na fal, në një lloj jete të shturnë shumë. As nona nuk mundet me kry rolin e saj pa në mungesë të babës, pa as baba në mungesë të nanës, dhe secilit prind, edhe babës, edhe nanës, i dhimbën fëmijët, edhe i tolerojnë gjëra që po të ishin bashkë, asëse nuk i kishin toleru. Ndaj pasojat më të mëdha prej ndarjeve të çiftit i bartën fëmijët. Për këtë arsye duhet shumë sabër, dhe duhet njëri në moment që e heton se gjanat nuk po shkojnë, me u mundu më konsultu me dikon ditën, se ndoshta problemi është tek sihri, apo psyshi, apo vezveset saktune, e që për gjitha falë Allahut ka ilaç, dhe na ka mësuar me të
Allahu dhe i dërguni i tij, pra na kanë mësu ilaçin prej tyre. Ndaj nëse njëri vren familjen e vet që është jo ka sjellje jo normale, qoftë burri, qoftë gruaja, më njëherë duhet me u konsultu me një hoxh, se ndoshta problemi tyne është sehri, e që asnjëherë nuk i lënë të lumtur, të kënaqur, por gjithmonë ishin nga tërresa, sepse qëllimi final është për me nda burrin prej gruas dhe me shkatru familjen. Ka ardhur hadithe se shejtani mallkun kur arrin me nda gruan prej burrit ose anasjellës e merr një pozitë më të lartë tek iblisi, gradohet. I pyet iblisi shejtant se çka keni vepru, dikush thot ja ku marrit dikon me shtin në zina, thot s'pas e bu kur gjë. Dikush tjetër thot ja ku marrit me shtin në kamat, s'pas e bu gjë. Dikush tjetër thot ja ku marrit me shtin në vrasje, nuk i duke diçka e madhe, deri sa një thot ku marrit me da burrin pe i grus, thot ti hajde të one se ki pozit nalt. Pra prej qëllimeve tina është me eshti Allah në rujt, mund prish familja, se pastaj çdo gjë është e lehtë, edhe zinaja, edhe ribaja, edhe çdo gjëna i madh është i lehtë kur është familja e shkatrune. Për këtë arsye në Islam shumë ka prioritet e lidhja mes burrit dhe gruas, pasi që kjo lidhje është shkak që me u rregullu edhe raporti me Allahun, po edhe me rregullu shoqënia, nëse ata do jenë në rregull në mjet vete. Po ashtu çdo njeri që shkon tek magjistrat dhe i beson atyre është çofer del prej fesë. Nuk është musliman ai që beson se çka ka më bën të ardhmen, i beson të fshehtës që e thojnë magjistrat apo falltor të kështu me radhë, pra jep fund Islamit. Përveç ai që bën kufër magjistare, edhe krejt ata që shkojnë dhe i besojnë atyne janë Allah na rujt si shafira. Ndërsa nëse shkon po nuk i beson, 40 ditë namazin nuk pranohet. Nuk ka shpërblim për namazin që e bën, përveç se e kryen obligimin. 40 ditë një njeri që shkon te magjistare nuk i pranohet namazi i tij. Pra, dëmi i tij është shumë i madh. Dhe çështja e magjisë është shumë e rëndë. Nuk ka njeri mundësi me bo magji, vese nëherë bëhet shafir. Nëherë do të më zhvesh prej imanit, pastaj me bo magji. Ndaj krejt ata që Allah na rujt përdorin forma që s'ka përdor pejgamberi dhe s'lejohen me shariat në trajtimin e të ardhmes apo në dëm ndaj njerëzve me anë të nyjeve të caktuara kështu me radhë, krejt këta janë si pabesimtarë. Pejgamberi alayhis salam e na flet për dëmin e madh të magjisë, që thot ishtenibu sab'al mubiqat, fa dhakara minha sihr. Largone prej 7 mëkateve të mëdhaja dhe në mesin e tyre përmen edhe sihrin, magjin. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot se hadu sahir darbu bi sayf, dënimi për magjistarin është me ja prej kokën me shpatë. Veç kështu lahet dënimi i këtij njeri, pra dënimi i tij është vrasja. Po ashtu Omer radiallahu anhu i shkruante sahabë në për që i kishte ngarku me pushtet në për vilajetet ndryshme në kohën e tij, i shkruante dhe ju thashte uqtulu kullu sahir wa sahira, mbetni çdo magjistar dhe çdo magjistare, çdo sihirbaz dhe çdo sihirbaza mbetni. Kështu i porosiste Omeri radiallahu anhu. Po ashtu edhe Imam Tirmidhiu përmend një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Thalathun la yadkhuluna al-janna",
3 persona nuk do të futen në xhenet. Mudmin al-khamr, ai që dehet me të madhe, waqati ur-rahm, ai që ndërpret lidhjet farefisnore, wa musaddiqu as-sihr, dhe ai që shkon dhe i beson falltorit, i beson sihirbazët. Këta 3 njerëz nuk do të futen në xhenet. Dytë port është fjala ai që ndërpren lidhjet farefisnore, dhe ai i cili pen alkohol nuk janë shafira, janë gjunahçar të mëdhenj, por kur në hadith nuk do të futen në xhenet është për qëllim do të vonohet shumë xheneti për ta. Ndërsa i treti, ai që i beson falltorit dhe atina sihirbazët, ky del prej fesë, nuk është musliman, se kundërshton krejt parimet e islamit me besim, duke i besu një shejtane prej shejtanëve të njerëzve që bashkëpunon me shejtanët e xhenëve. Për këtë arsye jemi të urdhënuar që ta bëjmë dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Dhe të qëndrojna me abdest, pasi këtu janë buroja prej çdo sehri e mësyshi, e çdo gjëja që nyje që mujnë me e lidh shejtan. Po ashtu edhe kur shkojnë në shtrat dhe kur ngritëm prej gjumit, është prej sunetit leximi i 3 surave të fundit të Kuranit, surës Ikhlas, Falaq dhe Nas, e që krejt kjo është shkak prej shkaqeve të mbrojtjes prej sihrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson duke thonë: kush thot bismillahilladhi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama, Allahu arun, prej çdo të keqe që mujnë më ardhë nga bota e xhenëve. Po ashtu na mëson edhe fëmijët tonë që t'ja u thojnë këtë lutje kur të çojnë apo kur s'jan, nuk është diçka të shku mirë të ta, me e marr dhe me i knu pa Kur'an, po ashtu me i knu nuj, me adhon me pi, e me thonë këtë lutje, janë prej shkaqeve që Allahu në mbron prej këtyre sehrave, Allahu në ruajt. Po ashtu vëllezërit e mi, kjo është për qëllim për krejt ata që din, ju ka shku dija, ndërsa ata persona që shkojnë të sihirbazë, po se din, menojnë që është hoxh, se ka edhe kësi raste, shkon njeri të menu që është hoxh dhe nuk din me dallu a është hoxh apo jo, dhe çka do që jep ai me merr pen dhe e dëgjon i beson një mënyre, për këtë person e nuk do të mungot me i thonë qafir, pasi që nuk ka pas dije dhe nuk e ka ditë me ndallu mes asojna që është rukjegji dhe ati që është sihirbaz, Allahu na ruaj. Ndaj do të me pas kujdes me u mundu njëre me kon kontakt paraprakisht me hoxhëllar, që në rast se ka kësi lloj problemesh, ata me orientu të njerëz që kanë dije dhe që e bojnë rukjen si pas Kur'anit dhe sunetit dhe asoj që ka ardhur prej të parëve tonë, dhe të largohen prej çdo njeri që mundohet me ju bo dëm besimtarëve duke ju dhënë me pi, Allah na ruajt, ujë që në të është bë seher apo ndonjë gjë tjetër, ndonjë ushqim të caktuar që ja u japin e kështu me radhë. E që është njëri mund me dallu prej gjonave që mund me dallu është se ai i cili është sihirbaz, ai shkruan hajmania. Dhe çdo kush që shkruan hajmania ka hyrë në botën e sihrit. Ky person është, Allah na ruajt, hyrë në botën e sihrit, e magjisë, e shejtanëve, apo ai që merr ndonjë pjesë tesh apo foto apo flak apo diçka, thot bëjmë këtu, kushdo që thot kështu, bëjmë në flak personit ose në tesh ose në fotografi, e dije se nëpërmjet tyre ka me lidh nyje dhe me bo magji. Çdo kush që kërkon kësi gjana është magjistar. Po është ai që nuk lexon Kur'an në rukje, edhe i tillë është magji e kështu me radhë. A ka mundësi që këta magjistar me ditë për ty? Po, shejtani na imroj.
Për shumë thot, ti e filane, bën që shto në ashtu ta përmenë dhe na gjuna, ti ki këtu probleme me vlla ose motën. Në moment që fillon me thonë kështu, ajo është shejtan dhe është duke u ndihmu prej shejtanëve. Ndaj me pas shumë kujdes, vllazërit e mi, se kjo gjë, Allah na ruajt, mën me na çon në kufër nëse shkojnë të këta persona. E nësë Allah më na ruajt prej këtij gjunahi dhe krejt atyre që e bojnë këtë gjunah. E nësë Allah që mos më mundsu ser bazëve asnjëherë me arrit qëllimet e tyre, më ruajt rob të Allahut sa të kanë mundësi, duke thonë o Zotë rumë prej atij që unë të shë e te e shë, e ai nuk të shë ty. O për që dhe me ruajt prej iblisit dhe ushtrisë tina që na si shohum, ata na shohin neve, po ata nuk e shohin Allahun, e Allahu ishe ata. Nësë Allahun me thonë prej tyre. Dhe me kati radhës që do të flasëm për të, është i të njëjtit kategorisë që ky mëkat, që nëse njëri bjen të del prej fesë. Është për qëllim lania e namazit. Dhe argumentet për këto, për lansën e namazit, që del prej fesë janë me ijma, është për qëllim Kur'an, Sunet dhe ijma të sahabëve, që nëse një njeri e lën namazin duke muhu, apo e lën namazin duke pritu, ky njeri konsiderohet si pa besimtar, dalës prej fesë. Allahu Azza wa Jall në Kur'an, në 77 vene, në 72 ajete, flet për rëndësinë e namazit. Edhe prej rëndësisë namazit është edhe që iblisi veç një sejdë se ka bu, jo ndaj krijuesit. Sa i ka bu sejdë ndaj Allahut, sa që s'ka vend tokë, që s'ka bu sejdë. Edhe këtu ku burrina, edhe ku jena unë edhe jo, edhe ku është e njerëzia mbarë, kejt tokën, a i ka bu sejdë. Por një sejdë se ka bu, ndaj Ademit a.s. e ka kundërshtu urdhnin e tij, Allah ka përzon prej rahmetit ti, e qka me menue njeri që se bën një sejdë ndaj Allahut, që shofuna e tina. Allah Azza wa Jalla thot, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u s-salah wattaba'u shahawat ulaika yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Dhe në fund të jetët, dhe pas tyre, pas njerëzve të mirë, erdhën një gjenerat që e lanë namazin. E pse la namazin? Sa e pasun epshet. E të tillët do të dënohen dëmshëm, përveç atyre që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Ndaj ai njeri që sa adhuron Allahun me namaz, adhuron veten e vet. Allah Azza wa Jall na tregon se ومن اتبع هواه فضل عن سبيله. Ai që e pason qefin e vet, e adhuron veten e vet, ai ka deviju prej rrugës tën. Pra njëri në moment që e lën namazin, fillon me adhuru veten e vet, edhe i tilli dal prej dinit, Allah na ruaj. Po ashtu Allah Azza wa Jall kur flet për rëndësinë e namazit, në një ajet tjetër thot, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mirë për ata që falen, po ndaj namazit nuk janë të kujdesshëm, ka mundësi ju del drejka e falin ku t'i kindis, po e falen. Për çta po thot mirë për ta që kam i gjetë. E për ata që s'im fal hiç, mirë për ta shumë i madh. Është shumë i madh për ta, Allah na ruajt. Po ashtu Allah Azza wa Jall thot, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Çka ju ka sjell ju në saqar? Saqar, Abdullah ibn Abbas thot radiyallahu anhuma, thot është një login në xhehenam, që në tonë nuk hinë vese qafirat. Çka ju ka sjell atë në saqar? Tha nuk i na konë prej atyne që e falnim namazin.
nuk i lakon për atyre që e fan namazën, Allahu na ruajt. Për edhe kjo ajet është i qartë, po ashtu Allahu Azza wa Jall i qunë ata që e lajnë namazin mushrika. Pse kështu? Sepse siç tash e adhurojnë tjetër kënd pas Allahut, e që në këtë adhurim bën pjesë edhe vetja e tyre. Dhe po ashtu hadithet janë të shumta pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Al-ahadu baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar", dallimi mes neve dhe mes atyre që e lojnë besa mes neve dhe mes atyre që nuk falen është namazi. Mes ju besimtarve është namazi. Kush e lën namazin u bë kafir. Qad kur vjen në gjuhën arabe si qad dhe pastaj vjen fjallë al-madi, folja në kohën e kalune, gjithsesi tregon se ka ndodhur kjo punë. Ndërsa kur vjen fjallë al-mudari në kohën e tashme, ka mundësi me ndodh. Dhe qysh ka ardhur në këtë hadith në fjallë al-madi, në të kalunën që gjithë qysh u bë kafir, ai që kalon namazin. Pra kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Imam Tirmidhiu, Sunani, Imam Nesaiu në Sunan, e që dietarët e hadithit thonë se është i vërtetë se Imam Nesaiu e se Imam Tirmidhiu rahimahullah. Po ashtu pejgamberi alayhi salam në hadithin që transmeton Imam Muslimi thotë: "Bejnë ar-rajuli wa bejnë ash-shirki wal-kufri tarku as-salah." Mes njerëzit besimtar dhe shirkit e kufrit është lënia e namazit. E çaj vjen kjo që një besimtar i cili e lën namazin është kafir, është mushrik, Allahu na ruaj. Nëse lën namazin dhe nuk e fal. Po ashtu pejgamberi alayhi salam thotë: "Men fatatuhu salatu al-asr habitat a'maluhu." Ati që i kindia, ju kanë shkatru këtë veprat e tina. E kujna i shkatruhen veprat? Jo besimtarve. Kushdo që ka lexuar Kur'an e gjen se kjo habitat a'malu gjithmonë vjen për kafira që ju kanë shkatruar krejt punë të mira. Në një rivajet tjetër thot kujna i ik namazi kindis është më keq se son me i dek krejt familjarët dhe me ju djeg krejt pasunia, me i humb. E pse kështu? Një njeri cili s'ka familje, s'ka kërkon hiç familjes gjallë, dhe s'ka kurgjë për i pasunis. Ky njeri, çka kish pas qef? Kish pas qef me dek, më largu për kësaj bote. S'ka as një vlerë në këtë dunja. Që ashtu është një njeri kur del për Allah e s'u fal. Po ashtu pejgamberi alayhi salam thotë: "Awwalu ma yuhasabu an-nasu as-salah." Gjëja parë që njerëzit kanë më llogaritë Allahu është namazin. Kush e lën namazin, idha salahat a'maluhu kullu, wa idha fasadat a'maluhu kullu. Dhe nëse është mirë, veprat tjera do të jenë mirë, nëse është keq, krejt veprat tjera do të jenë keq. Pra kjo është argument tjetër se lansi namazit është kafir del veves. Për argumenteve tjera është edhe ijmai që përmend Xhabiri radhiyallahu anhu, thot shokët e pejgamberit alayhis salam flet për sahabët. Ibn Jarir ibn Abdullah prej Abu Hurairas që transmeton se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pa diçka prej veprave që është kufër përveç lënies namazit. Ky është ijma prej sahabëve. Krejt sahab, prej të pare dhe në fundit, nuk kam po diçka që nëse njëre e len, del prej fejes përveç namazin. Për shembull në zakatin, ka sahab që thojnë është kafir, ka që shtojnë. Agjerimin, ka prej tyne që thojnë ai që len është kafir, ai që disa thojnë jo, nuk është kafir. Ndërsa të namazin, nuk ka asnjë kundërshtim. Dikush më thonë, e qysh më dhon kuptim haditheve që pejgamberi alayhis salam thotë: "Men qala la ilaha illa Allah
dakhala al-janna, ai që thot la ilaha illallah ka hyrë në xhenet. Dietar thonë këto hadithe janë në fillim të Islamit, kur s'ka qenë namazi obligim. Pejgamberi sallallahu futin sukul uqasha dhe ka ayuha nas qulu la ilaha illallah tuflihu anjas thunë la ilaha illallah se kështu shpëtoni. Ibn Rajebi ka bën një libër për këtë punë që sjaron kalimatul ikhlas, ka thujt që i sjaron se këto hadithe gjitha janë për qëllim para se më obligu namazin. Sepse është i vetmi adhurim që nuk është obligu në përmjet melekut Gjibril, po drejt për drejt prej Allahut. Dhe e dina se qysh Allahu ka obligu namazin pas kohë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Isra dhe Miraj, e kjo ka ndodhur në vitin 10 të shpalljes. Po ashtu sahabët nuk din asnjë rast që dikush në mesin e tyne e ka lanë namazin përveç munafika. E qysh ta i dallejshëm munafikat? Munafikat janë ata që duken si musliman, po brendësinë e tyne janë shafira. Qysh i ka ndallu? Kur nuk i kam pa namaz sabahat dhe namaz të yatsis në xhami. Pra me namaz i ka ndallu, në asnjë formë tjetër. Besimtarët ju ndallu prej shafira, munafika me namaz. Allah në rujt, munafika në kohën e pejgamberit dhe sallallahu ma shumë janë folë në xhami se sa musliman sot. Ata të faktën 3 vakte si kanë lanë në xhami drejk i këndia këshëm se jenë dok. Dërsa sot Allah në rujt, ka për muslimanëve që ka harru kur e ka folë sabah në xhami. E kjo prej belave të mëdha që jetojnë në këtë kohë, Allahu na falë. Dhe hadithet që flasën për këtë temë, dietarët kanë numëruar prej tyre Ta'dhim al-Qadr as-Salah ka shkruar Marwazi prej shokëve të Imam Ahmedit një libër, e që janë 1000 hadithe e thera, 1300 që tregojnë se namazit del prej fesë. Po ashtu është më rëndësishme përmend se dietarët çështjen e namazit e kanë shtinë në akide, kur e kanë shpjeguar akiden. Prej tyre Imam Ahmedi ka një libër që quhet Usulud Din, bazat e fesë. E prej tyre ka thonë dhe lania e namazit është kufër tek pasues e Ahlus Sunnetit. Është për qëllim lania në 2 forma, edhe në mohim, po edhe nga përtatësia. Ndaj me pas shumë kujdes. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë një njeri ka thonë i'dil ya Muhammed fa innaka la ta'dil, bëno i drejtë o Muhammed sa se të si i drejtë. Ky ka qenë për i Khawarizmi, Allah në rujtë. Pejgamberi alayhis salam u skuq ka thonë ilem a'dil fa man ya'dil, nëse unë jam i drejtë, kush ka mundësi më kon i drejtë? Thotë mos të posh nona, po njëri më drejtë tokë se unë. Pa dyshim se jo. E pastaj i thotë Aliu radiallahu anhu, lem t'ja hjeku kryt këti munafiku, thot jo se falet. Jo se e falë namazin. La'alluhu an yakuna yusalli, sepse kë falë namaz. Pra, lania e namazit, falja e namazit, o shkak që njerë nuk bën me mytë tjetërin. Ndërsa në shariat, ai që e len namazin, të 3 mëdhëbet, Malikit, Shafit dhe Hambelit mbytet. I shohet një njeri, vendosen në burg 3 dit, ja shohet një njeri mi fol për namaz, me ja spjegu rëndësinë e namazit, mi të regu saj që nuk falet, i tili ka problemet mëdha, është jo besimtare, kështu me radhë. Dhe nëse përsëri, pas krejt kësajnë, a i thët jo, po du me deke, mos me falë. Atër mbytet, dhe i tili nuk ju falit gjenazja, nuk varrosët në varrezat e muslimanve, edhe nuk mbahet trashëgimia, do më thonë, prej tina nuk e marrin, nuk e trashëgojnë besimtarët, i jepet për ndërtimin e banjove, kështu më radhë, diçka që është e ullt, dhe krejt rregullat për të trajtohet si pa besimtarë, Allah na ruajt.
Por, a guxojna që na një njeri që s'falet me akuzu për shafir? Jo. Kjo është në shariat, gjykatësi, kur shkon çështja te kadia. Si çështja e zinaçarit. Një njeri që bën zinë, na s'kena drejt me myt. Po nëse shkon te shteti islam e mbytet. Por në këtë kohën tonë që s'ka shtet islam, s'ka shariat në tokë, nuk gjykohet me ta, se do të me vepru me këta njerëz, do të me ju folë sa ma shumë, që nuk bën me bo këtë gjënohe, me i kujtu shumë për namaz, me i kujtu shumë për rrezikun e lanës namazit, me ja tregu krejt këto që i përmena, por nuk lejohet na me marrë shtetin dorë dhe me vepru. Lihen gjonat, i lihen shtetit islam. Të na, lanës e namazit është me bindë për më falë. Ndërsa, kur vjen puna, në trashëgimi, martesë, kështë më radhë, unë si preferoj, kujt me i dhonë që s'falet. E as me ja falë gjenazën ati që se po namazën. E as me i shkun të pame. E as me i ngushtnu familjen. Pse? Këni njëre nuk ka të bëj kur gjë me besimtar. Po të paktën, nëse njëre s'mën heq, është familjarë dhe bëhet shumë e madhe, mu hi namaz, po mos mu lut për ty. Shumë për jozëllarve, për ty në hoxha shëfqet, kur e pëtëshën se qka me thonë për këtë njëre, thashtë të thuj, o Zot, të erdhë këtë ashtë e ty e din që i banë. Këtë ashtë erdhë ti e din që qka i banë këti njëre. 70 vjetë, 80 vjetë karnu së falë kur, mi thonë njëre më shku me livdu, që shbojnë disa njerës Allah në rujtë, qëftë dhe prej hoxëllarve, e u konë burri mire, inshallah për xhenet, e fjallë tilla, një njeri që një Allah, një Kur'anën, një sunetën e pejgamberit, e një selefin, nuk ka drejt me bu. Nëse bën, do t'jetë armik i këty në ditën e gjykimit. Nuk lejohet me rrejt, nuk lejohet që njerëz më u bë shefin, do të më u kallzu çysh është çështja. Ai njeri që ka kancer nuk mjekohet të dhon kokra paracetamol, as aspirin. Po do të më tregu që jo ki kancer. Nështë terapia është e rëndë, të vinë plakt, vetlat, lodhe shumë, humë shumë, më me përfundu me vdekje, po do të më tregu. Dhe jo me thonë, hajtë se s'pi tregoj se gjëna, e me thonë paracetamol, e me thonë aspirin, se kjenë nuk i krymë punë. Kështu bojnë edhe ata që të ta s'ka vlerë Allah, s'ka vlerë feja ti, s'ka vlerë Kur'ani, s'ka vlerë sahabët, s'ka vlerë selefi, dhe flasën për xhenetin Allah si me kom prunë e vetja. Wallahi edhe ma pak se prunë e vetja. I shtin njerëz në xhenet, e mi thonë se të kini shpinë Prishtinë, apo jep, finanët si jep. Shpinë e vetë si jep, ndërsa xheneti Allah s'ka vlerë, thaj, asoni shpi e tin. Dhe thaj se Allah për xhenet, Allah i qënë xhenet. E rrenë kështu për Allah në azogjen. I jena të urdhnon me thonë fejnë që është. Nësë mujna me ditë fejnë Allah më mirë se Abu Bekri, Omeri, e Uthmani, Aliu, e Hasan e Husaini, e sahab tjerë radiallahu anhum, po jem të urdhnon me i pasu ata. Se hum ala ilmin qad waqafu, ala besirat e naqidin qad meshu, se lejfe me dhije kanë etë e me dhije janë nalë. Ndaj nuk lejohet njëre që mja u bo shefi njerëzve e me sharu në ditën e gjykimit keq, pasi që shumë njerëz fatkesisht bëhen si urat, të cilët i bojnë tjerë për xhenet, po vetë janë zjarë. Allah na rujt për kësaj kategorie. Lësë Allah të na vëdësoj, na falë, na mëshiroj. Lësë Allah që krejt ata që s'falën, Allah më jam mundësu namazën, e mos me vdek pa namaz. Lësë Allah në azogjen, që më na bo Allah kur danim për atina, këtë namaz dhe vepra tjera, me gjetë shumë fish, ma të mlaja, se so që i menojna, e me konë shkak për kënaqësinë e Zotit tonë, e pastaj me mu fund në xhenet me njerëz që më falë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dihet që kanon namaz me xhamat, gjithmonë në fund me xhamat. Nuk dihet që kanon namaz natës ndonjëherë. Ai njeri që thot vetë pasus i tij, e nuk e ndjek rrugën e tina, është si me thonë njeri jam punëtor filan firme, po kur shkoj me punu. E pastaj më shku me kërku zbashku me gjithë punëtor që kam punu, rrogë
pa dyshim se si jep kërkush. Kështu janë edhe ata të ngratë që menojnë se kanë me shku në xhenet të mos bu kurgjë për Allahun, e këtyne i vlen vesh një ajet wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, dhe ju ka dalë për Allahut që kur se kanë prit. Kur menja s'ju ka shku, se ka shkeq, ka me i gjet, Allahu na rujt, e nësë Allahu na fal. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.